A para votimeve në xhamit parinsa, para votimeve të fshatarët, para votimeve të punëtorët, para votimeve të nxënësat, para votimeve me poplin, para votimeve në për mahalla, mas votimeve 4 vetë kërkun. E valla për këtë hije s'ka, ani pse aj klimë rinëzire, nuk ka hije në ditën e kiametit, se o konë zullumqar. Kategoria e parë, nuk janë nisi as pite namazi, as pite zëqati, as pite Ramazani, as pite haxhi. Kategoria e parë, tha imamun adil, tha një prijes, një krijetar, një imam, një lider, i cili është i drejt. Ne janë i divija për funi, i drejt. I drejt do me thonë, jo me kon hajtut. I drejt do me thonë, jo me kon prevarant. I drejt do me thonë, jo me kon mashtrus, veç para votimeve të vish në xhami. I drejt do me thonë, mos me bot gjumin në rahat. I drejt do me thonë, mos me hangër ti me i dhonë qerve. I drejt do me thonë, me andëgju halin çdo kujna. I drejt do me thonë, me kon afër me poplin. E jo ti atje për me mrit e ti duhet me i kalur 70 roje, pastaj një 20 sekretari ca, për thamë këtë me shtrëngume, duhet me i kalu e se disa sende barikada për me mrit e krijetari i kujdi kërkushit. A para votimeve në xhamit parinsa, para votimeve të fshatarët, para votimeve të punëtorët, para votimeve të nxënësat, para votimeve me poplin, para votimeve në për mahalla, mas votimeve 4 vetë kërkun. E valla për këtë hije s'ka, ani pse aj klimë rinëzire, nuk ka hije në ditën e kiametit, se o konë zullumqar. Dikush me ndonë zullumqar është veç me 3, jo. Zullumqar është ai i cili ta ka marrë parën tënde prej tatimit, edhe nuk vjen me të bon shërbim në vendin ku jeton. Ç'ky është zullumqar?